ndjenja më e mirë se ishte gulli i parë për një futbollist shqiptar në grupet të Europa Ligës. Normalisht që është ndjenja jashtëzakonisht e mirë edhe. Do të thonë historie për këtë. Po. Se s'kishte shënuar ale. Isha shpresoj, po dyshoj që kam arrit më aty dy kështu. Po, do të thonë rrugën për një Evropë. Shpresoj, po që pse jo marr edhe në ekip të Kosovës me po të ndeshjet. Konferenca, do të thonë, konferenca u bë tamam për ekipet vogla, të kampionatet tona. Amo Liga e Evropës, hala po mduket është më vështirë se ka ekipa shumë të cilësore. E pa rreshme, edhe pse uroj me ndodha ajo. Shpresoj, po kënaqësi më e madhe kon ajo, po pavarësisht rezultatit pas më ne, po të shënosh gol Sportingut është kënaqësi e madhe. Vesh të shën në stadion Sportingut është jashtëzakonisht e madhe, plus tifozë që ishin aty, po ajo që ka ndodhur. A kon Sportingu kundërshtori më i fortë prej shtyve skuadrave që i përmenëm? Dinamo Kiev, Young Boys, Besiktas, Lokomotiva e Moskës. Po, ka qenë në kundërshtarët më vështirë, edhe Besiktashi. Po. Edhe pse kanë atë shumë i fortë. Po, edhe pse me Besiktashin kemi bën ndeshje shumë mirë në Elbasan. Unë s'kam luajtur për fat keq, domethënë ndeshje, po kemi humbur 1-0. Po ndeshjen e kthimit prap kemi bën një ndeshje shumë të mirë në stadium gjigant në Olimpik, atë në Istanbul. Nashta në atë periudhë na ka mungu vari, po kemi pas një shans për penaltin në Hamdi Saliun, po sa ishte rezultati 0-0.